Nuk ka martes pa probleme. Probleme në martes kanë pasur edhe njerëzit më të mirë, dhe e keni parasysh rastin e Aliut dhe Fatimës radiallahu anha. Burri edhe gruaja nuk flasin, nuk ulen të diskutojnë, nuk ulen të ashojnë ku është problemi. Mos fillon me i numru probleme tjera që nuk kanë të bëjnë me atë rast. Probleme duhet të izolohen, duhet të mbetet ndërmjet atyre dyve, pa kaluar të i treti, po qofta i treti edhe baba. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi i takon Allahu subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë së bashku në hijen e temave të cilat janë të rëndësishme për besimtarin, për besimtaren, që ne si musliman duhet t'i dim, duhet t'i njohim, duhet t'i kemi parasysh dhe duhet të mundohemi të jetojmë në kufit e fesë Allahut azza wa jall në ato udhëzime të cilat na vijnë neve nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi së bashku në kapitullin e martesës, ku kemi ecur hap pas hapi, tem pas teme, çështje pas çështje, derisa kemi arritur për të kthyer nga ana tjetër e fletës, nga ana tjetër e temës, nga ana ku mund të fillon kundërshtimi, përplasja, ku mund të fillojnë problemet, ajo ana e errët e martesës, ajo ana e vështirë e martesës, e cila ka mundësi të përfundon deri në ndarje, e cila quhet talak, shkurorzim. Martesa në mesin e njerëzve, në mesin e burrit edhe gruas në përgjithësi, është lumturi, është harmoni, është qetësi, është jetë. Në përgjithësi, martesa ka të mirat e saja të shumta. Mirë po, në martes ka mundësi që të ndodhin probleme. Në martes ka mundësi që të ketë konflikt. Në martes ka mundësi të ketë mosmarrveshje. Dhe kjo nuk shkakton ndonjë gjë nëse janë mënyrat të cilat mundësojnë zgjidhjen e atyre problemeve. Derisa arrin në atë shkallë që ndoshta nuk ka zgjidhje, atëherë martesa përfundon në mesin e dy të martuarve. Në martes ka mundësi të ketë probleme, apo të themi më mirë, nuk ka martes pa probleme. Jeton burri edhe gruaja 10 vite, 20 vite, 30 vite, 40 vite, edhe ma shumë, jetojnë së bashku. Normal janë dy njerëz të ndryshëm, secili ka mendimet, secili ka çështjet, synimet e veta, secili ka ato tabiatet e veta, secili dhe në rastet të caktuara ka mundësi që të ketë kundërshtim, ka mundësi të ketë mospajtim, ka mundësi të ketë probleme. Të ketë probleme në martesë nuk është problemi i madh. Mirë po, kur nuk gjendet zgjidhja e atyre problemeve, atëherë problemi rritet, zmadhohet dhe atëherë në atë rast problemi është i madh. Probleme në martesë apo kundërshtime, mospajtime kanë pasur edhe njerëzit më të mirë.
edhe te sahabët, edhe te shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka mundësi që gjejnë raste të caktuara që burri edhe gruaja nuk janë pajtuar, janë kundërshtuar, janë fjalos. Dhe krejt kjo është normale, nga se ne jemi njerëz, ne nuk jemi me lajke, ne nuk jemi të pagabueshëm. Edhe burri ka mundësi që të ban gabim, edhe gruaja ka mundësi që të ban gabim. Ka ndodhur një gjë e tillë edhe te njerëzit më të mirë. Dhe e keni parasysh rastin e Aliut dhe Fatimës radiallahu anha. Aliu radiallahu anhu, prej sahabeve më të mirë, i përgëzuar me xhennet në dunja. Ky njeri prej dunja është xhennetli. Bashkëshortja e këtij njeriu, vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Fatimeja. Tash llogarite, me kënd kemi të bëjmë me një njeri i cili është xhennetli prej në dunja, i përgëzuar, dhe një grua, një nuse, një vajzë e cila është vajza e njeriut më të mirë që ka jetuar ndonjëherë. Aliu dhe Fatimeja, mirë po, a ka qenë martesa e tyre çdo herë perfekte, pa pas asnjë fjalë ndërmjet tyre? Jo, edhe ndërmjet tyre ka pas fjalë, edhe ndërmjet tyre ka pas mundësi të ketë mos pajtim. Jo vetëm ndërmjet tyre, ndërmjet gjithë njerëzve të martuar ka pas mundësi dhe sot ka mundësi që të ketë probleme. Mirë po, problemet së pari është shumë më rëndësi që ndërmjet dy të martuarve, nëse ndodh një kundërshtim, një mospajtim, të qetësohet gjendja dhe të ulet të komunikohet. Në shumë raste rritet problemi. Për çfarë arsye? Burri dhe gruaja nuk flasin, nuk ulen të diskutojnë, nuk ulen të shohin ku është problemi. Ka ndodhur një kundërshtim, ka ndodhur një përplasje, ka ndodhur një mosmarrveshje. Çka duhet me bë tash? Duhet të qetësohemi pak dhe të ulemi në tavolinë. Ulu dhe diskuto logjikshëm, diskuto me drejtësi, komuniko si ka hije dhe në fund paraqite problemin në tavolinë. Kjo është e para. E dyta, mos fillo me i numëru probleme tjera që nuk kanë të bëjnë me atë rast. Në sa raste njerëzit i martuari dhe e martuara, kur do të kenë do një mospajtim, sot e ka një mospajtim, do të fillon me i numëru edhe para një jave, ti e ke bë kështu, edhe para 2 jave, edhe para 1 viti, po une që 10 vite me ty, une dhe fillon me i grumbullu problemet. A ka sot problem? Po, diskutohet problemi i sotëm, diskutohet problemi i atij rasti, diskutohet problemi i vetëm pa kaluar të probleme tjera, grumbullimi i problemeve vetëm se e randon gjendje ndërmjet 2 të martuarve. E treta, problemet duhet të izolohen. Problemi burr edhe grua, bashkëshort dhe bashkëshorte, duhet të mbetet ndërmjet atyre dyve, pa kaluar të i treti, po qofta i treti edhe baba, qofta i treti edhe nana, qofta i treti kush do qoftë, burri nuk i takon të përcjell problemet tek të tjerët, dhe gruaja, sidomos gruaja, nga se në shumë raste gruaja është më e dobët dhe ndoshta e çon një dert me nanën, me babën, me vëllaun, me familjarët e kështu me radhë. Në momentin që problemi i dyve kalon të i treti, problemi rritet, problemi zmadhohet. Sa ma shumë njerëz e din problemin e tyre, aq ma shumë problemi shtohet, rritet dhe vështirësohet zgjidhja ati problemi. Dhe njëkohësisht prindërit nuk është mirë të hyjnë në detaje, në pyetje se çfarë problemi ka djali i tyre apo vajza e tyre. Ata janë të martuar, ata janë familje në vete, dhe detajet atyre që i kanë në brendin e martesës së tyre nuk duhet të dalin jashtë dhomës së të martuarve, nuk duhet të dalin jashtë. Në momentin që dalin jashtë, vështirësohet çdo gjë. Paramendojeni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut, kush mund të jep zgjidhje më të mirë? Kush mund të jep mendim më të mirë?
Kush mund të jep këshilla më të mira? Kush mund të jetë më i miri se më i miri i njerëzimit? Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa, e kuptoi, ndërmjet Alius dhe Fatimes radhiyallahu anha ka pasur problem. Ku është Aliu? Aliu radhiyallahu anhu ka dalë prej shtëpie. Është nervozu, është hidhru, ndodh, na jemi njerëz. Ku është Aliu? Ka dalë prej shtëpie. Shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa Aliun, ishte shtrir, ishte pluhrosur, ishte bë pak me dhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ngritu o Abu Turab, ngritu o baba i dheut, o baba i dheut, ngritu." U ngrit Aliu radhiyallahu anhu. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast na tregon neve për rolin e gjyshit, rolin e babës së gruas, rolin që duhet ta ketë besimtari i cili e ka përcjell vajzën e tij. Shikojnë në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A bani pyetje. Ti me Fatimen, me vajzën time, ke pas problem. Cili është problemi? Çka ka ndodhur në mesin e juaj? A mundem unë t'ju ndihmoj? A mundem t'ju gjej ndonjë zgjidhje?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e bani asnjë pyetje. Por çfarë arsye? Ato janë problemet e juaja. Ju i keni në mesvete, mos të del problemi jashtë shtëpie. Mos të del problemi ndërmjet dy të martuarve jashtë dhomës së tyre. Askush nuk guxon t'i di problemet e tyre. Ato janë problemet të brendshme vetëm të dy njerëzve. I treti aty nuk ka punë. I treti aty nuk ka vend. Kush do qoftë ai? E kur kalon problemi te i treti, kur zmadhohet rasti, atëherë vështirësohet zgjidhja. Andaj në këto raste probleme duhet të izolohen, probleme duhet të mbyllen deri kur ma njeriu nuk gjen zgjidhje. Në sa raste ka ndodhur që problemi është përhapur në familjar, në rreth, në shoqëri, në vend, janë nda filani dhe filanja, kanë pas probleme në mesvete. Ky i ka thonë, ajo i ka thonë, kështu ka ndodhur, e di njerëzit. Është në momentin e nervozës, hidhrimit, problemit, pas një kohë e sheh që janë kthy edhe një herë bashk. Pastaj jetojnë bashk, mirë po çka ndodhi? Mirë po krejt e din. Dhe nuk është mirë kur krejt e din. Nuk guxon në realitet që krejt ta din. Ky është problem i mbyllur ndërmjet dy bashkëshortëve. E nëse nuk ka zgjidhje, nuk gjendet zgjidhje ndërmjet tyre, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Atëherë Allahu Azza wa Jall tha, atëherë zgjidheni një njeri i cili do të gjykon nga ana e burrit dhe do të gjykon nga ana e gruas. As hoxhallarët mos i pyet. Ne sot për fat keq kemi shumë pyetje. Mos të tham që ndoshta nuk kalon ditë pa një pyetje të tillë. Edhe më shumë. Probleme në mesin e njerëzve, në rregull, nuk është hoxha i pari, nuk është familjari i pari, nuk është askush tjetër. Mos u drejtote askush për problemet e brendshme. Ato ulu në tavolinë edhe zgjidhi bashk. Fol me atë që të takon. Burrit i takon të flet me bashkëshorten e vet. Gruas i takon të flet me bashkëshortin e vet. Në një prej rasteve kam përmendur një hoxh në tokat arabe i cili thot: erdhën burri edhe gruaja para meje për një problem të madh që e s'kishin gjetë mundësi me zgjidh në mes tyre. Hoxha do t'u zgjidh problemin, uluni në tavolinë. Cili është problemi juaj? Cili është problemi në mesin tuaj që ndoshta arrin deri në ndarje? Urdhëroni edhe folni. Flet burri, flet gruaja, flet burri, flet gruaja. Nuk e lan hoxhën me fol fare. A kanë ardhur që hoxha t'i jep zgjidhje. Përplasen, fajsohen njëri tjetrin, burri, gruaja deri, thot ai u besohet, kanë kaluar 40 minuta. 40 minuta janë shtyjë në mesvete. Hoxha i dëgjon. E përfundojnë bisedën, kryen fjalët. Thot, pas krejt kësaj ju kanë thonë, e tash, ku është problemi? 40 minuta bised. Tash, ku është problemi?
problemi vetëm se u zgjidh. A di ku është problemi? Ju nuk jeni ulur në shtëpi 40 minuta të bisedoni me zvete, ta zgjedhni problemin. Tash para hoxhës mundoheni me zgjedh atë. Komunikimi në mesvete, mirëkuptimi në mesvete është zgjidhja më mirë e problemit para se të kalon te i treti, qoftaj baba, qoftaj nana, qoftaj hoxha, qoftë dikush tjetër. Në momentin që në asnjë mënyrë nuk ka zgjidhje, atëherë kalohet një njeri nga familja e djalit, një njeri nga familja e vajzës, do të ulen, do ta diskutojnë problemin serioz dhe do mundohen që të gjejnë zgjidhje. E nëse nuk gjendet zgjidhje, atëherë kalohet në temën e cila është e gjerë, e cila është e madhe, është e rëndësishme dhe në sa raste është e rrezikshme, ajo është ndarja, ajo është shkurorëzimi. Prej ligjëratës së ardhshme, me lejen e Allahut Azza wa Jall, ne kalojmë në temën e talakut, shkurorëzimit ndërmjet dy të martuarve. Fatkeqësisht plot prej njerëzve janë të martuar, nuk e kanë idenë e shkurorëzimit, kur llogaritet, kur nuk llogaritet, kur ki të drejtë, kur nuk ki të drejtë, kur i kthehet mehri, kur nuk i kthehet mehri, e kështu me radhë. Të gjitha këto tema janë për të vazhduar në ligjëratat e ardhshme, nëse Allahu Azza wa Jall na e mundson. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na jep harmoni, lumturi, jetë islame në martesat tona, ata të cilët kanë probleme, ata të cilët kanë kundërshtime dhe përplasje, Allahu gjendjen e tyre tua përmirëson, gjendjen e tyre tua lehtëson, martesën e tyre Allahu ta bekon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.